Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut që u mbajtën një ditë më parë kanë bashkuar kandidatët shqiptar. Komuna e Bërbenicës do të shkojë në raundin e dytë të garës, ku do të përballen kandidati shqiptar Heqim Ramadani nga koalicioni Vlen dhe Jovica Ilievski nga OBRM, PDUKM. Ajo që ka tërhequr vëmendjen pas mbylljes së votimeve është vendimi i Enver Pajazitit nga koalicioni AKI, i cili doli i treti në garë për t'i dhënë përkraje kandidatit të Vlen. Pajaziti është paraqitur në selinë e Vlen, ku ka deklaruar publikisht mbështetjen e tij për Ramadanin në raundin e dytë. Në garë kemi qenë dy kandidatë shqiptar dhe tham se kush do të ketë një vot më tepër, në raundin e dytë do të punojmë bashkë. Nuk kam asnjë dyshim se kjo do të ndodhë. Sikur kjo të kishte ndodhur dhe në vitin 2021, do të kishim kryetar shqiptar. Këtë herë e dham testin dhe na mbetet të bashkohemi për ta rikthyer komunën te shqiptarët, u shpreh Pajaziti në selinë e Vlenit. Kujtojmë se gjatë mandatit 2021-2025, komuna e Bërbenicës është udhëhequr nga kandidati OBRM PDUKM për shkak të përçarjes së votës shqiptare në zgjedhjet e kaluara. Sipas rezultateve të deritashme, me 94% të votave të numëruara, renditja vijon. Jovica Ilievski, OBRM PDUKM 2837 vota. Heqim Ramadani, Vlen 2019 vota. Enver Pajaziti AKI 1142 vota dhe Zvjetlana Mitreska Angeloska LSDM 403 vota. Raundi i dytë i zgjedhjeve në Bërbenicë pritet të jetë vendimtar për të përcaktuar nëse komuna do të mbetet në drejtimin e OBRM PDUKM apo do të kalojë për herë të parë pas disa vitesh në udhëheqjen e një kryetari shqiptar.